Në vazhdim do t'ju sillim material i cili do t'jetë i pari për natën e sotme që ka të bëjë me depresionin e këngëtarëve tanë, të cilët ata arrin pas një kohe kur fillon t'u bie fama. Industria e muzikës ka vend për të gjithë këngëtarët, por jo të gjithë mund të arrijnë të jenë të famshëm për publikun. Por çka ndodh në momentin kur një këngëtar fillon të humb famën që ka pasur për disa vite me radhë? E për këtë më së miri na tregon në vazhdim një psikolog, një sociologe, një këngëtare dhe producentët të cilët arrin të bëjnë këngë hite për artistët tanë. E ndjekim bashkë në vazhdim. Televizioni, portalet informative, e radio e të gjitha këto janë ato që së bashku krijojnë yllin e caktuar e të adhuruar për shumë kënë fushat të ndryshme. Mediat zotërojnë aftësinë apo thënë fuqinë për të krijuar ose fundosur personazhe të ndryshëm të pranishëm në publik si fytyra të njohura. Të gjitha ata që ne sot i quajmë estradë janë këtu fal një kutije elektrike të quajtur televizion. Gjithmonë duke mos janë anash edhe aftësitë e tyre për muzikën, aktrimin, modelimin, kompozimin e fushat të tjera. Të punosh në media, gjithmonë do të kesh kontakte me të rinj të ndryshëm që bëjnë kërkesën për promovim, por jo të gjithë ja vlejnë. Synimi i tyre në çfarëdo forme është fama. Fjala skandal ngjall kurreshtje e të bën plot vesh për të kuptuar turpin, rastësinë apo qëllimin e dikujt që e bëri. Përderisa ai në qendër të vëmendjes, je gjithmonë më shumë në pjedestalin e quajtur famë. Fjala e keqe nuk ndikon gjithmonë negativisht në karrierë. Fjala e mirë gjithmonë edhe bëhet bajat. Showbiz mbetet sekreti i manipulimit të adrenalinës në rrugën e gjatë të titulluarit yll. Kohëve të fundit është bërë trend që të gjithë të kapen pas muzikës apo televizionit edhe të pretendojnë famën në çfarëdo forme. Qoftë skandaloze, me lakuritësi e pak kush me kualitet. Jo të gjithë po ja dalin. Senzacionet janë gjithmonë të mirëseardhura tek ne, por jo me kozgjati në skenë. Fama të rëmben me vete, të jep luksin e të njohurit nga secili, të privon nga personalja, të sjell pasuri, të bën aktual me çfarëdo qoftë, por gjithmonë ka të rezervuar një pikpyetje të madhe. Çfarë ndodh po e humbën famën? Ku mbesin e në çfarë personalitete shndrohen? Kur flasim për botën e showbizit, do të thotë suksesi apo kompetenca profesionale vlerësohet përmes të vëmendjes që arrihet nga ana e fansave apo nga ana e mediave apo përmes të famës. Pra, sa më i famshëm apo sa më shumë të vëmendje të rrek individi, aq më i suksesshëm është ai. Prandaj, humbja e famës shpije deri te shfaqja e ndjenjes për ata persona, pra për persona të showbizit, shfaq ndjenjen te këta shfaqet më mirë të themi ndjenja e dështimit apo ndjenja e mos suksesit në fushën profesionale. Për të arritur deri te kjo gjendje, ata duhet të humbasin adhuruesit, interesimin medial për ta dhe me një fjalë thënë famën. Çfarë ndodh si pasojë mungesa e kopjes së trendit social të cilën gjindet shoqëria kosovare? Mund të prodhoj situata të pakëndshme, mund të prodhoj ashtu si thoni ju dhe situata depresioni. Duhet të ndërtojmë projekte të tilla të cilat janë në trend, të cilat e kapin esencën, motivet, synimet e publikut. Në rast se kjo bëhet, atëherë më kujtoj që kjo mund të shkojë edhe aty në një konkurrencë, po themi lojale. Këngëtarët tanë, pothuajse gjatë gjithë kohës janë trendi dhe aktual me veprat, dukjen dhe këngët e tyre. A është e mundur që të gjitha i dinë ata vetë dhe se janë të saktë në secilin vendim që marrin për karrierën e tyre? Ndërsa në botë një yll qëndron gjatë gjithë jetës pothuajse në top form. Në botën perëndimore ne dimë që kjo është biznes, është një industri e tërë. Pra pa një këngëtare apo një këngëtare qëndrojnë ekipe të tëra ekspertësh të cilët bojnë analiza, studime për lidhje me kërkesat e tregut të cilat janë për shembull. Në rast se nuk kapet ky trend, atëherë nuk kujtoj që kjo situatë. Unë më thon drejtën, kam menduar që kjo mund të jetë edhe një lloj stili jetë, zakonisht këngëtarët të cilët arrin kulmin dojnë me kriju një fah të vetën. Kësaj çështje duhet adresuar edhe pak këtij mentalitetit ton, kisha me thujë kështu obskurant, para gjykimeve që kanë këngëtarët apo këngëtarët
për njëri tjetrin, edhe kjo është një pengesë serioze. Pra nuk jam profesional, thonë më thjesht. Unë mendoj që përgjigjen më të mirë sociologu e pas ka thonë, se unë pak a shumë këtë e mendova, po është pak vështirë me thonë, se mundet me t'inglu ndryshe në sytë publikut, kërë thot një këngëtare, po mendoj. Unë e kom cekë edhe më herët. Unë për vete i kom bashkëpunëtorët, e kom nanën menaxhere, me shumicën e punëve, unë edhe ajo merrem. Unë nuk kom menaxhment prej 100, 200, 300 vetëve, unë gjitha i bëj vetë. Kështu që është normale, unë me mos mja qëllu në herë. Se unë nuk i kam njerës që studiojnë tregun, apo e dalojnë kur unë ndrushia e publikut, apo ata po dojnë një tjetër zhanër të këngëve. Apo ndoshta edhe diçka në pamje, se pamja është shumë primare në ditët e sodit për një fytyrë publike. Humbja e famës yjet i bën arrogant në forma të ndryshme. Nuk durojnë njerëzit për rreth, për leshën në fansat, urrejnë gazetarët, madje ka raste që edhe sulmojnë njerëzit të ndryshëm në ndeja, kafene apo klube të ndryshme. Ndodh që këtë ndjenjen e mos suksesit apo ndjenjen e dështimit që e kanë në fushën profesionale e përgjithsojnë, e generalizojnë dhe përsillet me një vetvlerësim negativ, po edhe me vetbesim të ulët, që zakonisht këta persona pastaj në thjesht shfaqen sjellje destruktive. Britney Spears, pasi humbi famën bëri skandale të njëpasnjëshme. Whitney Houston shkatroi veten me narkotik, ndërsa për Michael Jackson u hapën akuza lidhur me pedofili. Këngëtarja Zanfina Ismaili tregun amerikan dhe skandalet e tyre, pasi humbën famën, a e cilëson të ngjashëm me tregun ton, apo tek ne ende nuk është i pranishëm fenomeni i vetë shkatrimit. Ka raste në stratë tonë që ju ka ndodhur. Për shembull, karriera kanë pas ndoshta kriza të vogla, dikush kriza më të mëdha, ajo nuk u vërejtë publika, po ne që jemi në stratë dim. Edhe normal është me ndodhë, sepse është vështirë kur mësohesh shumë. Adhurimin e njerëzve dhe të njëjtin, ndoshta me një periudhë më pak se një vit nuk e kimu adhurimin e njëjtë, është vështira, për sidomos për femrat që janë më fragjile në karakter, në personalitet, dhe jemi më të brishta në përgjithësi. Vetë Zanfina kishte ulje dhe ngritjen e karrierën e saj. Sot e 13 vite që është e pranishme në skenën e muzikës për të rritur. Si e tejkaloi ajo? Ka pas momente kur unë e kom pyet veten çka nuk është në rregull me karrierë. Nëse për shembull ka nga cilin unë e kom pëlqy, ka pëlqy kompozitorit, ka pëlqy rrjetet tam, nuk o pëlqy maksimalisht rry publikut. Po unë nuk jam person që i lopaj të tërkujt, asnjëherë, unë gjithmonë i lopaj vetës, edhe ja që thonë populli ja hall vetit kryt pse ka ndodhur kjo apo diçka, po kur e gjen gabimin, është shumë mirë se fillon me përmirësu gabimin. Në këtë ngjarje zakonisht përfshihen edhe producentët që krijojnë hite të vazhdueshme për këngëtarët, e më pas nga vetë ata këngëtar akuzohen se s'po dinë të bëjnë hite. Pikësporin producent jam vetë dhe se fajsoj producentët për këtë punë. Mendoj që është frika për me provu diçka të re. Është frika që ata kanë qenë gjithmonë që aty në atë kohën e vjetër, që s'kanë tentuar me provu diçka më moderne, me provu diçka në stil tjetër. Unë mendoj që ajo është problemi kryesor. Nëse fama jote arrihet shpejt, a është e mundur të qëndrosh ashtu në skenë, apo me të njëjtën shpejtësi edhe do të shuhesh? Është fakt që nëse edhe shpejt, edhe mundesh më shumë shpejt, po bëhet ose apo non, sa i rri gati vetë, sa investon mas pari tek vetja. O të kush e bën këngën në barë të krejt. O të menaxhimi që i bëhet artistit. Estrada jonë kishte, ka dhe vazhdon të ketë probleme me jetën personale. Mirë po për publikun nuk janë shumë të ekspozuara. Krizat që u afron skena, disa i gëlltisin e disa i lënë me pasoja. Pra kjo është e errta e të qenurit i famshëm.